Që një nga pos mungesës së programe, një nga problematika që hasin partitë politike në Maqedoninë e Veriut, po saqërisht në kampin politik shqiptar, lidhet me faktin se ata nuk kanë një ideologji. Nëse bëjmë një krahasim me Kosovën dhe Shqipërinë, ato pothuajse janë të ndara në parti të majta, të djata dhe parti të qendrës. Kurse në vendin tonë nuk kemi një kësi ndarje. Nëse i dëgjon premtime gjatë fushatave zgjedhore një parti politike e cila ka etiketuar vetveten se është pjesë e kampit politik gjathtist, në bazë premtime duket si më shumë është parti majtiste. Kurse në vendin tonë ato që mund themi të deklarojnë parti majtiste dhe për shkak të kaluarës komuniste dhe socialiste, refuzojnë ta bëjnë këtë publikisht, po kur i ndëgjon premtitë e tjera duken se më shumë si parti gjathtiste. Dhe ne kemi nevojë që të kemi edhe parti majtiste, edhe parti gjathtiste, po edhe parti qendrës. Kurse te ne nuk kemi një kësi dallëm. Dhe një parti kalon prej të gjatës, të majta, të qendra pa një profil të dur ideologjik. Unë mendoj se kjo është edhe shkaku se në vendin tonë, që është një ndoshta më e veçanta në Ballkan, votohet në baza etnike dhe nuk votohet në baza ideologjike apo programore. Dhe kjo ka bërë që konkurenca mes partive politike të jetë shumë e ngurtë, për shkak se sicila parti mundohet të përfaqësojë grupin e vet etnik dhe jo të kemi një garë të vërtet mes programore apo edhe ideologjike mes partive politike. Pra kemi një garë etnike dhe jo politike.